Në vitin 1929, një shkencëtar gjerman do të zbulonte diçka që të gjithë njerëzit duhet ta njohin, diçka që nuk bëhet shumë publike dhe unë do t'ja u tregoj këtu në mënyrë ekskluzive për herë të parë, po flas për këtë, ndaj do t'i lutesh ata ndiqni me kujdes sepse do ta thjeshtësoj sa më shumë. Kush është rastësisht si gjithmonë nëse nuk e keni bërë ende lidhuni me këtë faqe që të shihni sërish, dhe faleminderit që jemi për herë bashkë. Zotëria në fjalë, pra shkencëtari në fjalë quhej Hans Berger. Hans Berger kishte lënë në vitin 1800 ca. Mirë po, në vitin 1924 bëri testet e para të trurit të njerëzit dhe aty i ndau në disa kategori. Dhe ka disa forma, pra të frekuencave të trupit, pra të trurit tonë. Por ajo që është më e rëndësishme është frekuenca alfa. Padyshim e keni mbani mend në emisionin Enigma ku kanë folur për 8 Hz. Qofse e keni parë emisionin ose ndiqeni emisionin në disa momente flas për maksimumin e perceptimit të trurit të njeriut që e çon atë në një nivel superior. Pra 8 Hz e them për herë aty. Dhe pse po flas për këtë? Sepse Hans Berger nuk e dinte që më vonë një shkencëtar tjetër po ashtu gjerman do të zbulonte atë që do të ishte e njëjta sintoni, e quajtur e universit. Në vitin 1952, Winfried Otto Schumann, që ishte një shkencëtar po prap gjerman, ai zbuloi diçka tjetër. Zbuloi që frekuencat e sipërfaqes së tokës, pra të planetit Tokë, janë 7.8 Hz. Dhe ç'është e çuditshmja në këtë mister është se Berger, përpara se të bënte studimin e tij, ai kishte vënë që pikërisht alfa, pra momenti alfa i trurit të njeriut është pikërisht 7.8 Hz. Pra çdo të thotë kjo, që është e njëjta frekuencë. E njëjta frekuencë ajo që është larg, pra në univers dhe mbi sipërfaqen e tokës, është e njëjta frekuencë që gjendet në trurin e njeriut. Dhe kjo do të thotë që ne jemi të lidhur direkt me çdo gjë që gjendet mes nesh. Por prisni, dëgjoni me kujdes. Për të mirën tuaj e them, thash do ta thjeshtësoj që të jem pak më i qartë. Duhet të dini që çdo gjë është vibrim, siç e kemi thënë. Dhe truri i njeriut është tamam si ajo frekuenca e radiove. Nëse keni vëre, me një fjalë radio, ti lëviz radion për t'i dhënë një kanal të duhur, ose ta sintonizosh pra kanalin. Çdo të thotë kjo. Nëse ti je në një i sintonizuar, pra në një frekuencë 102 Hz për shembull, apo 57 Hz e zëm, ti nuk mundesh që ti të pretendosh që të vendosësh radion në një stacion tjetër, kur ti je i të njëjtit stacion. Çdo të thotë kjo. Ti nëse e zëm për shembull si një kitar. Kitara ka disa tela dhe secili tel ka tingullin e vet, ka vibrimin e vet. Pra, në qoftë se ti ke një mi, një do, apo me fjalë frekuenca jote, ti nuk mund të pretendosh një tjetër frekuencë, sepse ti nuk je në të njëjtën frekuencë. Dhe çdo të thotë kjo, do të thotë që nëse ti nuk bindesh për atë që të kesh bindjen tënde, për atë frekuencë që ke, që të marrësh nga universi, për atë që ti dëshiron, ti nuk mundesh që të presësh që ta japi universi të ta fali. Nëse ti nuk je në të njëjtin frekuencë, si mund të jesh në njëjtin frekuencë? Ti je në të njëjtën frekuencë kur ti e dëshiron, pra kur ti e do atë që po bën. Pra kur ti ke respekt për atë që po bën, kur ti e dëshiron pafund, qoftë në dashuri, qoftë në punë, qoftë në jetë, qoftë në familje, për çdo gjë. Pra ti, nëse ti e do, ti gjendesh në të njëjtën frekuencë, sepse ti e do me gjithë shpirt. Duhet të dini që truri ynë, përveç se frekuencave, pra që janë frekuencat që i thash më përpara është ajo e qetësisë që është alfa, por ka disa frekuenca, alfa, beta e tjerë. Por ajo që është më e rëndësishme është 8 Hz. Pse është 8 Hz? Sepse frekuenca e trurit është e njëjta me atë, si thash më përpara, me frekuencën e planetit. Dhe në qoftë se ti nuk do të jesh në të njëjtën frekuencë, pra ti ke si mund të quhet, ti gjendesh në një radio tjetër, me pak fjalë. Dhe ti nëse se je në një frekuencë tjetër me një radio tjetër, ti nuk mundesh që të realizosh jetën tënde ashtu siç duhet, sepse nuk e ke sintonizuar pra trurin tënd. Pra tingujt janë në të njëjtën sintoni dhe pikërisht në atë moment ti futesh në të njëjtin dimension. Do t'ju them, çdo qelizë jon, pra çdo qelizë e trupit ton ka frekuenca. Dhe këto frekuenca varet si ajo kitara që ju thash më përpara, varet në çfarë tingulli je, në çfarë frekuencë je. Bile do t'ju them, padyshim e dini që pse quhet frekuencat kardiovaskulare. Për çfarë arsye?
të zemrës po flas, sepse zemra ka vibrimet e veta. Dhe jo të gjitha zemrat funksionojnë me fjalë vibrojnë në të njëjtin frekuencë, në të njëjtin tingull. Sepse secili nga ne ka frekuencat e veta. Ne kemi për shembull 100 miliard apo trilion qeliza. Ato qeliza, secila prej tyre vibron, pra ka një frekuencë dhe secila nga këto frekuenca ka një dimension të caktuar. Në sintezë, çfarë duhet të them këtu? Që Schumann e kishte zbuluar atë që nuk e kuptonte as në atë kohë nuk dijej ende, me fjalë ai kishte kuptuar që universi është i njëjtë me frekuencën e trurit ton. Pra truri ynë që ka 7.8 Hz është e njëjta me atë 7.8 Hz që është e frekuenca e planetit Tokë, pra në përgjithësi, sepse ka disa zona që është shtuar kjo frekuencë, pra në planetin Tokë po flas. Dhe kjo për shkak të disa lëvizjeve që po bëhen tani qoftë planetit, qoftë të universi, por edhe të pllakave tektonike e tjerë e tjerë. Askush nuk e di se çfarë po ndodh. Ç'është e vërteta, ajo që po ndodh tani nuk ishte ndodhur kurrë. Pra ne po shkojmë në një hap më të madh të perceptimit të njeriut, pra të mendjes njerëzore, dhe në qoftë se keni vënë të gjithë këta shamanët, si mund të quhen, ose këta studiuesit e rinj New Age, thonë të njëjtën gjë, që diçka po ndodh dhe diçka po merr vrull. Ne nuk e kuptojmë sepse ne duke qenë brenda nuk e kuptojmë. Por ç'është e vërteta, po ndodh diçka. Dhe e keni kuptuar që zhvillimi është bërë madhështor kohët e fundit. Dhe duke sikur secili nga ne bën pjesën e vet, sepse në qoftë se si thash më përpara, secili ka frekuencën e vet, të gjitha frekuencat të përgjithësi luajnë rol të rëndësishëm. Dhe ne duke qenë pjesë të secilit, pra të njëjtit dimension, ne është e rëndësishme që edhe ndonë se nuk vibrojmë në të njëjtin ose nuk kemi frekuencat në të njëjtin nivel, por të gjitha së bashku luajnë një rol të rëndësishëm. Është ajo shtytje tërheqje, pra ligji. Pra ky është ligji i universit. Ky është ligji i të qenurit pra prezent në këtë dimension dhe të menduarit ndryshe. Çdo tot kjo. Për mendimin tim duhet që secili të ketë një të ndërgjegjësohet, sepse ndërgjegjësimi do të jetë ai që do ta shtyjë nivelin, jo vetëm personal, por edhe familjar apo shoqëror, sepse lind pra nga ty personalisht, por shpërndahet në dimensionin ku gjendesh, pra me njerëzit ku gjendesh. Kështu që ligji, kush është ligji, duhet të jesh në një hap me të gjithë. Dhe në këtë periudhë është zhvillimi i madh që po bëhet në mbar njerëzim. Dhe është ky fakti që unë hapa këtë diskutim, sepse siç ju thash, jo vetëm Berger, që kishte zbuluar frekuencat e trurit të njeriut, që janë të njëjta, nuk e dinte ende, por që më vonë u zbulua edhe nga Schumann, që është e njëjta frekuenca ajo e planetit Tokë. Kjo do të thotë që jemi të gjithë të lidhur mes njëri tjetrit, por ti duhet të vazhdosh që të dhurosh pra frekuencat e tua. Duhet të vazhdosh që të vibrosh, si mund thuhet, të vazhdosh tingullin ton, ti biesh kitarës me pak fjalë, ti biesh frekuencave të tua. Dhe kjo bëhet vetëm nëpërmjet dijeve, nëpërmjet informacionit dhe nëpërmjet të jesh aktiv pra në jetën që ti bën. Nuk e di më kuptoni apo jo. Pra nuk mundesh që të mbetesh mbrapa, qoftë me informacionin, qoftë që dikush të cilësoj si se ai është budall apo ignorant, absolutisht jo. Sepse thash me kalimin e kohës ndryshon jo vetëm veten tënde, por edhe rrjetin familjar, madje edhe atë shoqëror. Bëheni ju i pari, lërini të tjerët nëse dikush thotë që po mirë të tjerët pse se bëjnë, lërini të tjerët, bëheni ju. Ashtu siç e kam bërë të gjithë, ashtu siç e bëra edhe unë. Pra, ndryshova vetveten, ndonse të gjithë më shanin, më ofendonin dhe vazhdon ndonjëri ende sot që kritikon, secili ka rrugën e tij. Pra, të jeni të bindur për rrugën që ndiqni, për veten tuaj, e them. Kështu që mbani mend, frekuencat atje jashtë janë të njëjtat frekuenca e trurit tënd dhe ti duhet të jesh në një hap me frekuencat. Ecni përpara. Ju përqafoj, kalofshi bukur.